Gjitha falenderimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë të ai kthehemi ndihmën, faljen prej tij e kërkojmë për çdo gjë që ne kemi nevojë. Për shëndetjet, salavatet, selamat ja dërgojna pejgamberit ton alayhi salam, familjes e tij, shokëve dhe gjithë besimtarë muslimanë të cilët e pasojnë dhe deri në ditën e gjykimit dëshmojnë e deklarojnë se nuk ka Zot I cili adhurohet me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, kurse pejgamberi alayhi salam është I dërguar I tij I fundit, e atë njeri që Allah e udhëzon në rrugën e drejtë, askush nuk mundet me deviju, kurse ai I cili devijon prap nuk ka udhëzues për të përveç mëshirës së Allahut nëse e ka lënë. Të nderuar xhamatlinë, sot do të flasim në lidhje me një temë e cila këto ditë pra ishte si ditë ndërkombëtare që bëhet çdo ditë, që është tema në lidhje me ruajtjen e ambientit, e që ne do të flasim nga këndi fetar apo nga këndi islam, se çka thot feja jon, çka thot Zoti jon në lidhje me këtë temë, pra në lidhje me ruajtjen e ambientit. E s'ka dyshim se feja jon islame neve na ka treguar rregullat për çdo temë, në lidhje me njeriu, në lidhje me familjen, në lidhje me ambientin dhe në lidhje me çdo gjë tjetër, për shkak se feja jon është fe universale dhe fol për gjitha vlerat, se ku e kanë dhe si duhet me qenë njeriu në raport me natyrën edhe me gjitha krijesat e tjera. Andaj thot Allahu në Kur'an: "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Mos bëni fesad në tokë, çrregullime në tokë pas rregullimit të saj. Toka ka qenë rregulluar para se njeriu me ardh me zbrit në tokë. Toka ka qenë rregulluar, malet, fushat, krejt, dhe nuk ka qenë e rregulluar, nuk ka qenë me mbeturina, nuk ka qenë me papastërti, edhe njeriu kur të vjen e gjanë të rregulluar, thot Allahu në Kur'an: "Mos bëni ju fesad, mos bëni çrregullime, pasi që ajo është e rregulluar dhe nuk ka çrregullime, pra mos u bëni ju shkak që me bëj çrregullime në tokë." Andaj njeriu duhet me qenë atill që asnjëherë mos me qenë prej atyre në të cilët bëjnë çrregullime, sepse Allah e ka bërë krijesë të tillë të cilën e sprovon, kurse njeriu duhet me tregu I matën dhe I kujdesur që mos me qenë prej atyre krijesave që janë problematike, siç janë e xhenet, edhe me bëj çrregullime në tokë. Pastaj e kemi një hadith të pejgamberit alayhis salam, ku thot pejgamberi alayhis salam: "Imani është 70 e ca deg. Me e larta e tyne, thot pejgamberi alayhis salam, është fjala la ilahe illallah, kurse më e vogla e imanit është largimi I një pengese nga rruga." Pra e kemi që lidhet ngushtë me temën tonë, me temën e ruajtjes së ambientit apo kujdesit ndaj ambientit ku jetojmë, e që lidhet pra me pastërtinë, e që na e dim se pastërtia në islam e ka një vlerë shumë të madhe, aq të madhe sa që Allah subhanahu wa ta'ala neve na ka lidh kusht, na ka bë pastërtinë, na ka bë kusht që me na pranu ibadetet e tona. Ibadetet e tona nuk pranohen as namazi, as haxhi dhe as të tjerat nëse na nuk jena të pastërt. Allah e ka lidh, nëse dënë me ja u pranu ibadetet, duhet me qenë të pastërt. Pra, lidhet ngushtë me temën tonë, e që pejgamberi alayhis salam thot në këtë hadith: "Imani, shkolla më e lartë e imanit është me thonë la ilahe illallah, pra, kurse më e vogla është me largu një pengesë nga rruga." Pra edhe një pengesë një gurit vogël apo çka do të qoftë që është pengesat janë rrugë me largu, është pjesë të lidh, e ka lidh pejgamberi alayhis salam, na ka treguar se Zoti edhe për të shpërblen dhe është pjesë e imanit. Andaj ka ajete të shumta, hadithe të shumta që neve na stimulojnë edhe na nxisin që na me u kujdes për vendin ku na jetojna, për shtëpitë tona, për rrugët e tona e kështu me radhë, sa që në një hadith thot pejgamberi alayhis salam: "Nëse na e kena ndorë një fidan apo një pem, edhe e kena bën jetë me mbjell mirë, po e shohim që është duke ardhë, edhe veç se kiameti është duke ndodh, apo një diçka e madhe është duke ndodh", thot pejgamberi alayhis salam: "Mos e hodh ato, mos e gjuj, mirë po vazhdoj ato për çka e ke bën jetë, mbelle atë pem, edhe ti mos e boj gale, pastaj ja bëhet kiameti, a nuk bëhet." Një prej atyre që bëhet pra në ditën, këtë ditë ndërkombëtare që është për ruajtjen e ambientit, ne shohim në për televizion e kështu me radhë që shumë prej njerëzve
atje e promovojnë duke mbjell pemë të ndryshme, e që edhe për këto ka sevap të shumt, sikur se na ka treguar hadith atje pejgamberi alayhis salam se për çdo pemë që mbjellin, pastaj prej saj hajnë njerëzit që vinë pas neve ose që ndrojnë në hijen e asaj peme, ka sevap edhe shpërblim për atë njeri që e ka mbjell, andaj është vepër e mirë për neve kudo që kena mundësi në vende që janë të përshtatshme për me mbjell edhe në shtëpitë tona apo edhe në vende ku munden pastaj me u bë me qenë hajrat, me qenë sevap rrjedhse, është mirë me u kujdes edhe për pemet edhe për kështu me radhë. Kjo temë është e gjanë për shkak se njeriu ka mundësi me bë vepra të mëdha të shumta që lidhen me ambientin, fillimisht duke mos u bë prej atyne që e bojnë apo që ndotin ambientin, e që na sot në kohën tonë kemë probleme ndoshta edhe kjo është një prej shqetësimeve që i neve jo rrallëherë na ka ndodhur që me kanë fillimisht në veturat e tona që dikush nashta ose ne ose ai shoku jonë e qel dritaren edhe e hudh sukun ose e hudh cigaren ose kjo në fen tonë është e ndalume. Dikush mundet me thonë po e hudhi cigaren ajo shkrihet, edhe pse shkrihet, edhe pse ndoshta e hudh ndaj fruta ndaj diçka, në fen islame është e ndalume edhe bëhet pjesë e asaj që do me thonë po bojnë aq rregullim. Ai nuk kërkon nuk shkruan që ki drejt me hudh ato. As fetarisht, mirë po as në rregullat shtetërore nuk shkruan që ki drejt me gjuhë në orën e dikujt tjetër. Janë vendet e caktuara edhe me na po ligji apo ata që e mbajnë rendin, neve mundën me na dënu, mirë po edhe mos me na po ata, neve na sheh krijuesi, na sheh Allahu dhe ai atje neve na shkruan një gjëna varet prej asaj që na e kena bu, apo ku e kena bu e kështu me radhë, andaj të mundohemi të bëhemi prej atyne që e korrigjojna vetveten tonë dhe edhe kur kem ndonjë sen të vogël e që ka shumë prej njerëzve që edhe ndoshta është një letër të vogël e ka mirë pa ai nuk e hudh, e mban xhep derisa të shkon te vani ku ka ndonjë shport mbeturinave apo te shtëpia e vet, në shportën e mbeturinave e hedh atë letër, pra ta krijojna një traditë në vetveten tonë që mos të hudhem asnjëherë që pa marrë parasysh a është e vogël apo e madhe, mos të bëhemi ne shkaktar që atje në orën e dikujna apo një çështë rrugës me u shkaktu, me u shtu një limenk apo një sök apo një letër apo një kebab i dohanit për shkak se ato neve kanë me na llogarinë e veprave tona. Ne ishim me disa kolegë, me qenë se ishim, po kam qenë me cek një shembull të mirë, me qenë se ishim në Turqi gjatë kësaj jave me disa kolegë hoxhallar dhe atje mu bëni përshtypje një sen e mirë një prej atyne që e parë se në një prej rrugëve të Stambollit kishte qenë një pemë e madhe ku në dy anë kaleshin kerët, kaleshin veturat, edhe asoj pemë të madhe ishte gati e lakume, mirë po komuna e ati vendit proja kishte vendos 2 shtyllat mëdha të hekrit cilat e mbanin mos me urdhzu. Pra ka mujt komuna me thonë të prejna dhe mos të bojna këtë gale, mirë po ata ja kishin vendos 2 shtyllat mëdha mbi 5 metra që me mbajt hala me qëndru edhe me kry procesin e vetë, me përfitu edhe për hijes e asaj, mirë po edhe ai që e ka mbjellat pemë nashta para 100 vjete me i shku se vapet e asaj. Andaj ne si shoqëri kena nevojë në këtë aspekt me përmirësu veten tonë edhe duke kontribu në organizimet ndryshme që organizohen nga komuna, nga shteti kështu me radhë, mirë po mas shumë të ne kena nevojë me vedisu veten tonë që mos me u bë prej atyne që hudhen mbeturina në rrugë, sepse këta e shohim na shpesh, jo rrallëherë e shohim që dikush e ka gjuar një shishe, një sök apo një diçka, e që dikush ai mundet me pasë nuk është fort problem i madh, mirë po është problem sepse lidhet pikërisht me besimin tonë dhe pastaj ati i shkaktohet ndonjë gjëna, edhe atina që vjen pas tina mundet ai me marr me ai më bë shkaktar që ai ose me lëndu veten ose veturën ose dikun tjetër.
Andaj kjo temë e ka një diapazon edhe ka një vend të veçantë edhe të rëndësishëm në fenë tonë. Të ndërum të pranishëm, s'ka dyshim se tema e pastërtisë është temë e gjanë, mirë po ndeshta me folë vetëm në këtë aspektin në lidhje me mjedisin që lidhet pikërisht me ditën që ishte që sapo e kalon para 2-3 dite, pra që ishte dita ndërkombëtare për ruajtjen e ambientit. Na e lutim Allahun që ai neve me na bë prej atyre që nuk bojnë fesat sikurse ishte hadithi, ajeti, mirë po na e lutim Allahun që ai neve të na bën prej atyre që bojnë rregullime dhe asnjëherë nuk bojnë çrregullime apo bëhen prej atyre të cilët bojnë fesad. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.